Janë drejt përfundimit punimet për rikonstruktimin e segmentit rrugor Azem Quka, çka u vjen në ndihmë banorëve. Bashkia Lushnjë, investitori i punimeve me vlerë 25.858.350 lek me TVSH, mundësoi transformimin e një zone në të cilën nuk ishte vendor prej vitesh. Gjerësia e rrugës është 5 metër e gjysmë me gjithë bordura, kurse vetëm rruga është e gjerë 4 metër e gjysmë. Gjithashtu është punuar për ndërtimin e bordurave si dhe trotuareve, rrjetin e kanalizimeve të ujrave të bardha dhe të zeza. Akoma nuk është realizuar ndriçimi rrugor, si dhe pajisja me sinjalistikën e plot rrugore. Shtyllat elektrike janë spostuar me përjashtim të 2 të tillave, të cilat janë në mes të trotuarit dhe përbëjnë pengesë për këmbësorët. Qytetarët bashkëpunuan për prishjen e avllive të vjetra të shtëpive gjatë rrugës dhe ndërtimin e avllive të reja që i japin rrugës pamje më të rregullt. Dje puna vijoi me hedhjen e shtresës së parë të asfaltit. Punimet për rikonstruktimin e segmentit rrugor Azem Quka filluan në qershor 2025.